Sot në datën 1 korrik 2026, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Informacioni i marrë në analizë tregon se inflacioni i çmimeve të konsumit ka shënuar rritje në tremujorin e dytë, kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, ndërsa ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet në gjysmën e parë të vitit dhe tregjet financiare janë shfaqur të qeta. Politika monetare e kujdesshme dhe konsistente e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka vijuar të japë një kontribut pozitiv nëpërmjet ruajtjes së stabilitetit monetar dhe krijimit të kushteve financiare të përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Përditësimi i parashikimeve lë të pandryshuara pritjet tona për të ardhmen. Ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet me ritme solide dhe pranë potencialit gjatë tremujorëve në vijim, ndërsa inflacioni pritet të rritet lehtësisht mbi objektiv në gjysmën e dytë të vitit dhe të kthehet gradualisht drejt tij në periudhën vijuese. Këto parashikime vijojnë të kushtëzohen nga supozimi se tensionet gjeopolitike do të reduktohen gradualisht dhe çmimi i naftës do të normalizohet në të ardhmen. Megjithatë, balanca e rreziqeve mbetet në kahun e sipër për inflacionin dhe në kahun e poshtëm për rritjen ekonomike. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar qëndrimin e politikës monetare, duke mbetur vigjilent ndaj zhvillimeve në tregjet botërore dhe ndikimit të tyre në inflacion dhe në aktivitetin ekonomik të vendit. Lejoni t'u ofroj në vijim një pasqyrë më të detajuar të opinionit ton mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare, si dhe të detajoj vendimin e politikës monetare dhe arsyet që e motivuan. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një nivel mesatar prej 2.9% në muajt prill-maj, duke regjistruar rritje nga vlera mesatare prej 2.5% e tremujorit paraardhës. Në ngjashmëri me ecurinë e inflacionit në tregjet botërore, europiane dhe rajonale, kjo ecuri u diktua në masën më të madhe nga rritja e çmimeve të karburanteve. Ndërkohë, paralelisht me të, rritja e inflacionit pasqyroi edhe rritjen e çmimit të ushqimeve të papërpunuara dhe të disa artikujve të tjerë të shërbimeve, të cilët kanë një peshë të madhe të naftës në strukturën e kostove të tyre. Nga ana tjetër, inflacioni i çmimit të qerave shënoi rënje, ndërsa inflacioni i artikujve të tjerë të shportës pati një ecuri më të stabilizuar. Rritja e inflacionit në tremujorin e dytë ishte në përputhje me pritjet tona dhe pasqyron efektet direkte dhe indirekte të goditjes së ofertës në tregjet botërore. Këto efekte kanë sjellë rritjen e shpejtë të inflacionit importuar dhe të inflacionit jo bazë. Nga ana tjetër, ecuria relativisht e balancuar e kërkesës dhe ofertës agregate, efekti frenues në inflacion i forcimit të kursit këmbimit, si dhe pritjet e ankoruara për inflacionin, vijojnë të ruajnë inflacionin bazë dhe atë total pranë objektivit. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.7% gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Zgjerimi i tij u mbështet nga rritja e konsumit familjar, e investimeve private, si dhe e eksportit të mallrave dhe shërbimeve, ndërkohë që politika fiskale ruajti natyrën e saj konsoliduese. Në aspektin sektorial, rritja ekonomike vijoi të udhëhiqet nga zgjerimi i aktivitetit në sektorët e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërsa sektori i bujqësisë dhe sektori i industrisë vijuan të tkurrën. Informacioni i disponuar sugjeron për ritme dhe strukturë të ngjashme rritje ekonomike edhe gjatë tremujorit të dytë të vitit. Rritja e kërkesës për mallra dhe shërbime është pasqyruar në përmirësimin e mëtejshëm të treguesve të tregut punës. Sipas të dhënave të Instatit, punësimi në sektorin privat jo bujqësor u rrit me 2.2% në tremujorin e parë, paga mesatare në sektorin privat u rrit me 11.5%, ndërsa papunësia mbeti në nivelin e 8.4%.
Rritja e shpejtë e punësimit dhe e pagave në sektorin privat jo bujësor vijon të sinjalizoj pranin e disbalancave midis kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Këto disbalanca nuk janë transmetuar ende në rritje të kostove të prodhimit dhe inflacionit të çmimeve të konsumit, si pasojë e absorbimit të tyre pjesërisht nga rritja e produktivitetit dhe pjesërisht nga rënja e marzheve të fitimit për njësi. Megjithatë, ecuria e tyre në të ardhmen vijon të mbetet një faktor rreziku mbi inflacion. Për te inflacionit, zhvillimet ekonomike të gjysmës së parë të vitit vijojnë të tregojnë përmirësim edhe të treguesve të tjerë të stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit. Borxhi i huaj dhe ai publik kanë ardhur në rënje, bilancet financiare të bizneseve dhe të familjeve janë të shëndosha dhe likuide, sektori bankar paraqitet solid dhe rezistent ndaj goditjeve, ndërkohë që tregjet financiare shfaqen të qeta dhe kushtet financiare vijojnë të mbeten stimuluese. Kjo tablo pasqyron ndër të tjera edhe kontributin e politikës tonë monetare. Reagimi në kohë dhe konsistent ndaj zhvillimeve në inflacion ka bërë të mundur ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, kontrollin e pritjeve për inflacionin, funksionimin e qetë të tregjeve financiare, frenimin e shpejtë të forcimit të kursit këmbimit, si dhe përmirësimin e kushteve të financimit. Përjedhoj, tregjet financiare vijojnë karakterizohen nga likuiditet i bollshëm, norma të ulta interesi, si dhe një përqasje pozitive ndaj kreditimit. Kushtet e favorshme financiare janë pasqyruar në zgjerimin e shpejtë dhe me bazë të gjerë të kredisë për sektorin privat. Portofoli kredisë shënoi një rritje vjetore prej 13.8% gjatë muajit maj, duke vijuar të shfaq tregues të mirë cilësie, rritje graduale të peshës së kredisë në lek dhe orientim drejt financimit të projekteve, të investimit të bizneseve dhe të blerjes së banesave nga familjet. Në këtë mënyrë, rritja e kredisë bankare ka vijuar të mbështetë zgjerimin e konsumit dhe të investimeve të sektorit privat, duke dhënë një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike të vendit. Përditësimi i parashikimeve të skenarit bazë sugjeron se goditja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare do të sjellë një rritje të lehtë të inflacionit mbi objektiv gjatë 3 muajorëve në vijim. Megjithatë, kjo rritje pritet të jetë kalimtare. Me përfundimin e efektit direkt të goditjes dhe kontrollin e efekteve indirekte të saj, inflacioni pritet të zbresë gradualisht drejt objektivit në afatmesëm. Po ashtu ekonomia shqiptare pritet të ruajë ritme pozitive rritje edhe gjatë viteve në vijim, të parafërta me vlerësimet tona për potencialin e zgjerimit të aktivitetit ekonomik. Bazuar në informacionin e disponuar dhe pritjet për një normalizim të tensioneve gjeopolitike dhe të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, goditja e ofertës në 3 muajorën e dytë pritet të ketë pasoja kalimtare në ekonominë shqiptare. Megjithatë, kjo goditje vijon të përbëjë një burim rreziku dhe pasigurie mbi ekonominë botërore dhe atë shqiptare. Përjedhoj, balanca e rreziqeve mbetet e zhvendosur në kahun e sipërm për inflacionin dhe në kahun e poshtëm për rritjen ekonomike. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2.5%, të mbajë të pandryshuar normën interesit të depozitës një ditore në nivelin 1.5% dhe gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën interesit të kredisë një ditore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për momentin. Ky qëndrim mundëson përmbushjen e parashikimeve të skenarit bazë, duke i ofruar ekonomisë shqiptare kushtet përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës adreson pasigurinë mbi ecurinë e ekonomisë dhe të inflacionit në të ardhmen, duke ofruar kohën e nevojshme për një vlerësim më të plotë të ndikimit që rritja e çmimeve të naftës do të ketë në inflacion. Këshilli Mbikëqyrës vren se reagimi i politikës monetare do të vijojë të orientohet në çdo rast drejt respektimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve, duke u kujdesur që goditja e ofertës të mos shndrohet në presionet qëndrueshme dhe afatgjata inflacioniste.
Këshilli Mbikëqyrës do të monitorojë me kujdes dhe në vazhdimsi situatën ekonomike dhe financiare në vend. Bazuar në dhënat e reja, ai mbetet i gatshëm të reagojë në kohën, kahun dhe me forcën e duhur ndaj çdo rreziku material mbi stabilitetin e çmimeve, që është objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë. Ju falenderit.